Ky është pallati mbretëror i Tiranës. Disa tjerë njohin me emrin Pallati i Brigadave, godina që po shihni. Do mundohem t'ju bëj një tur në 4 pjesë për të parë thuajse çdo detaj të pallatit, duke përfshirë dhe parqet e tij, që janë parqet më të bukur të Tiranës. Pallati mbretëror është ndërtuar në kodrat e Saukut. Kjo është njëra nga hyrjet prej nga vjen hyrja qendrore dhe rrotullohesh përmes këtij rrethi këtu, makina vendoset në derën qendrore, zbresin të ftuarit e nderit, rrotullohet sërish për t'u larguar. Pallati është filluar të ndërtohet rreth viteve 1936-37. Nuk ka filluar të ndërtohet, po u piketua. Në atë kohë një grup arkitektësh dhe urbanistësh italian erdhën dhe verifikuan 2 zona për të ndërtuar pallatin mbretëror që zogu e kishte shumë me pasion, sepse ai jetonte në një shtëpi me qera që quhej pallat mbretëror. Ata identifikuan zonën e Linzës, eksakt aty ku më pas Al-Karafi ndërtoi Chateau Linzën dhe zonën e Saukut. Për ta, zona e Linzës ishte shumë më e favorshme, por zogu kishte frikë që kryengritësit e veriut që vinin nga shkalla e Tujanit mund ta kapnin më kollaj, ndërsa rruga e Elbasanit, ku Sauku ngrihet pra drejt Elbasanit, ishte në fakt rruga e shpëtimit të qeverisë sa herë që kishte kryengritje që vinin nga veriu. Ai vendosi për këtë kodër me një pamje mahnitse mbi Tiranë. Mos e shihni me pamjet e sotme me dron sepse Tirana është transformuar. Në atë kohë kodra e pallatit brigadave ishte pamja e vetme e të gjithë qytetit. Ai shpronsoi tokën në një sipërfaqe prej 60 hektarësh ose 600.000 metra shkatror, vetëm pjesa pallatit, por kishte edhe një buffer zone. Shumë afër saj ndërtoi varrin e nënës mbretëresh, që ishte po pjesë e tij, por nuk hynte brenda 60.000 metrashit të pallatit mbretëror, dhe vendosi dizenjimin e këtij pallati. Punimet e para nisën fakt që në kohën e zogut. Ishte Xhemal Ferra, një sipërmarrës i cili pas u bë i famshëm në Itali në emrin Conte Ferra, që filloi punimet, por ato u ndërpren. Në vitin 1939, italianët sollën një tjetër arkitekt famshëm, Gherardo Bozion, planifikuesin e Tiranës, i cili bashkë me Giulio Berten nisën projektimin e pallatit mbretëror. Është pallatet më të rralla dhe më të veçanta në botë. Është një pallat ku çdo pjesë e mobiljeve të brendshme është dizenjuar për të dhe e prodhuar për të. Është custom made, e bërë sipas përmasave, nëse quhet e tillë. Kjo është pjesa e hyrjes, pjesa me oborrin paraprak, me një shatërvan në të cilin ujë rrithe, skulptura e shatërvanit, ajo që po shihni atje se nuk i afrohem dot, është e Odise Paskalit, është punë e Odise Paskalit dhe është ndër punët e rralla të tij, ndërkohë që brenda ka punë disa prej arkitektëve më të famshëm italian të kohës. Ujë rrithe shkallë, ndërkohë që po të vini re janë dritat të cilët i jepnin ndriçim me ngjyra të ndryshme ujit. Ato në fakt nuk janë përdorur më në vitet e fundit, por në atë kohë ishin një prej inovacioneve më të mëdha dhe më të rralla të kohës. Shiheni se sa e bukur është edhe skulptura e Odise Paskalit. Do mundohem t'ju tregoj pjesën e jashtme dhe më pas do lëviz në brendësi të pallatit të brigadave. Çdo gjë është e dizenjuar dhe e orientuar nga arkitektët italian. Nëse ktheheni, pra kjo është skulptura e Odise Paskalit dhe njerë, nëse shihni pjesën tjetër, ishte pjesa e gjelbër e cila po të vëshre, skulptura nuk duket nga shkallët kur zbret, por është imponuese në momentin që ti vjen prej rrugës qendrore, pra që e sjell. Në atë kohë mbollën qeparisa për të dhënë rrugën e kalimit. Shiheni, skulptura nuk duket nga shkallët, por është shumë e dukshme dhe zbashku me dritat që ngjyrosnin ujin, ishte shumë e bukur. Çdo detaj tjetër, stolat e gurit janë projektuar nga arkitektët e kohës. Të gjitha vazot, do t'ju tregoj një këtu, janë të projektuara për të. Do t'ju tregoj dhe 2 pjesë të jashtme, ndërkohë që oborrin do ta keni pjesën e fundit të pallatit të brigadave, pra pallatit mbretëror. Shiheni se si kanë qenë vazot e para që u vendosën. Do vazhdoj të eci jashtë dhe pastaj do futem brenda. Shiheni, kjo është një vazo në të cilën dallohet begatia. Pra është një prej koshave të mbushur me rrush dhe me fruta, ja ku janë dardhat, mollët, mos shihni se shumë kohë limonat kanë bërë transformimin e saj. Pra çdo gjë ishte e dizenjuar shumë mizure. Por gjë më veçantë është që ky pallat kishte edhe një kish.
kishte një kish dhe kjo është çudia më e madhe. Në fakt, dikur thuaj që Zogu tentoi ta projektonte një kish për dashurinë që kishte për Geraldinën, po në djenin time nuk ka lidhje me këtë gjë, pra nuk lidhet me Geraldinën, është bërë nga italianët më pas, të cilët mendonin që patjetër çdo pallat mbretëror duhet kishte një kapel që të faleshe. Këto janë pjesët, kjo janë daljet anësore, pra kjo është një dalje, ka një dalje të tretë në anën tjetër, ishte hyrja qendrore e dyta dhe e treta, dhe nga kjo dalje, ku është dhe kopshti dimror, shkon në këtë drejtim, ku është një tjetër kopësht me skulpturat kohës. Shihni skulpturat e kohës, më pas janë këto, ndërkohë që ka dhe një pjesë tjetër, pra këtu zbrisje për të lëvizur brenda pyllit prej 600.000 metra shkatror, që lëvizte në gjithë drejtimet, ndërsa këtej është vetëm pallati 600.000, sepse gjithë prona ishte me ndoshta miliona metra katror. Shiheni sa e bukur është dhe e skulpturë. Janë skulpturat e tjera që vinë në këtë pjesë. Shiheni, ky ishte një shadrëvan në fakt, që ishte po ashtu pjesë e reception, pra të pritjeve që bëheshin në pjesën e jashtme të pallatit mbretëror. Është shumë interesant sot, është mermer i pastër italian, shive nga më të mirët, por i punuar pak më ashpër për të rezistuar në outdoor, pra për jashta, dhe sërish me ndriçimin që ka poshtë, pra ndriçim që ndriçonte dhe ujin, jo vetëm skulpturën. Shiheni se ku janë pikat e ndriçuesve, ndërkohë që në këtë pjesë shkojmë në pjesën e mbrapsme të pallatit, po bëj vetëm një tur rreth e rrotull pallatit, do t'ju çoj edhe te kisha. Kjo është pjesa e mbrapsme e pallatit, i cili ka ndoshta verandën më të madhe me pamje manice mbi qytet. Edhe këtu janë dy shigjetat, shtizat, ku ngriheshin flamujt, të cilët ishin të bërë custom made dhe ato ishin shqiponja sipër, dhe që shohin deri shiheshin që nga Tirana. Ky është pra balkoni më i madh, niveli i sipërm është balkoni i sipërm dhe vijon deri poshtë. Kjo është pjesa e mbrapsme dhe dera e tretë e pallatit të brigadave. Shiheni pallatit mbretëror. Kjo është pjesa që lëvizte në këtë drejtim dhe prej këtu dukej e gjithë Tirana për arsye se pylli mungonte. Tani, me që jam këtu, këtej shkojmë në pjesën anësore ku janë kopshtet, që do t'ju ja tregojmë pas, po dua të heci t'ju tregoj pak edhe pjesën e kishës së vogël, kapelës, nëse quhet, nuk e besoj të jetë hapur, por gjithsesi është pjesë e pallatit brigadave. Pallati brigadave është i pari dhe i vetmi pallat mbretëror, pallati mbretëror për shqiptar, i ndërtuar në formën moderne dhe jo klasike. Nuk ka asnjë gjë klasike në të, është padyshim një prej ndërtimeve më të veçanta që janë bërë ndonjëherë kudo në botë. Një i ngjashëm, po jo në këto përmasa, është në Etiopi, u ndërtua po nga italianët gjatë kohës në Addis Abeba, që ishte koloni italiane, dhe një tjetër ishte i ndërtuar në Iran, në Teheran, nga një prej nxënësve të Gerardo Bozios, i cili ishte arkitekti i këtushëm. Tani po ngjidhem për tek pjesa e kishës, dhe me këtë ta mbyllim. Këto janë shkallët që të çojnë te kisha. Jemi prap duke shkuar në kapelën që u ndërtua brenda pallatit, por në një pjesë të veçantë, sërish ka skulptura, shije. Dhe këtu skulptura me kryqin poshtë, dhe kjo është kapela e vogël, e cila kishte edhe një këmbanare dhe e bënte më të veçantë. Shiheni. Kjo është kishza e vogël e pallatit të brigadave, që supozohet të ishte një kapel individuale, personale. Është e mbyllur me sa po shoh,
por nga xhami mund të dallohet diçka. Është një kapel individuale, në krahun këtej është dhe këmbanorja, është ndoshta nga kishat më të bukura të ndërtuara.